Në këtë ditë të shenjtë të Pashkëve, besimtarët katolikë shqiptar u mblodhën në një atmosferë të mbushur me dritë, shpresë dhe përkushtim në kishën e Shënpalit dhe kishën e Zojës Pajtore dhe në kishën e Zojës në shtetin e New Yorkut, ku kremtua solemniteti i ringjalljes së Krishtit. Meshët e shenjta këtu në Michigan u drejtuan nga Dom Fred Kale dhe Dom Dino Cekrezi, të cilët në predikimet e tyre theksuan kuptimin e thellë shpirtëror të kësaj feste, duke e cilësuar Pashkën si një triumf i jetës mbi vdekjen dhe të dritës mbi errësirën. Ata nënvizuan se ringjallja e Krishtit mbetet themeli i besimit krishterë dhe një thirrje për çdo besimtar që të rilindë shpirtërisht në përditshmërinë e tij. Kishat ishin mbushur me besimtarë gjitha moshave, të cilët morën pjesë në liturgji të solemne të ditës së shtunë edhe të diel, duke ndezur qirin dhe duke shpërndar urimin tradicional: Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Atmosfera festive u shoqërua me këngë liturgjike dhe një ndjenjë të fortë bashkimi komunitar. Gjatë këtyre ceremonive të së shtunës u bë edhe bekimi i bukës, por edhe personat të krezmuar morën bekimin e parë apo kumgimin e parë. Kjo festë e madhe nuk është vetëm një përkujtim, por një mesazh i gjallë shprese që fton njerëzit drejt paqes, dashurisë dhe faljes. Në këtë frym, komuniteti shqiptar përculli një mesazh uniteti dhe besimi për të ardhmen.